Çfarë janë ato? Flok nga koka e mbretëreshës së dashur të Meridianit. Ku i gjete? Bëj durim aca. Gjithçka do të zbulohet. Tani fike zjarrin. Elementi 5. Pas shumë shekujsh, do të shohim asgjësuesit. Unë mendoja se ata ishin vetëm një mit. Për çfarë do t'i përdorësh? Për akmarrje? Ma dëgjoni asgjësues. Marshoni drejt pallatit të Elionës, shkatroni gjithçka dhe këdo që do t'ju dalë përpara. Atëherë, nëse x është i barabart me 6 dhe y i barabart me x në katror, atëherë ti je një gjeni në ekuaciona, sepse ti mund ta zgjidhësh këtë dhe nuk je as në klasë të 8. Jam e sigurt se mund ta zgjidhësh, Willy. A mund të bashkojmë dhe unë me ju? Megjithse na nderon shumë fakti që ti dëshiron të na nderosh duke ndenjur me ne, kam frikë se lejohen vetëm 6 karike për një tavolinë. Rregullat e shkollës. Por edhe ne kemi rregulla në Meridian, mos e prish fermën e tjetrit, mos e dish fshatin e tjetrit, por nuk kemi ndonjë rregull mos u ul në tavolinën e tjetrit. Met këtu! Oh, faleminderit, por unë po i bëj pak shoqëri Kalebit. Që kur janë bërë shok të ngushtë ata? XY plus XY. Pra, si po të trajton Sheffieldi? Më thuaj, ka vërtet një rregull për 6 karrige? Nuk e kam iden për çfarë po flet, por me që po flasim për rejtarët, Nuk po flasim për to. dua të bëjmë edhe unë pjesë e gjithë kësaj. Dua të luftoj bashkë me to. Por ti nuk je një luftëtar. Prandaj kam nevojë që ti të më mësosh. Shiko si do ta bëjmë. Ti më stërvit mua, unë të ndihmoj të përshtatesh këtu në Sheffield. Në rregull? Për shembull, Si fillim, unë nuk do ta haja atë biftek po të isha në vendin tënd. Jemi dakord tani? Aha. Më pe, tani është radha jote. Au! Më vjen keq. Kjo është më e vështirë nga që mendoja. Ai është një kundërshtar me përvojë. Alo? Oh, hey Willy. Ja, kam dalë pak. Po sigurisht. Mos I tregu Willit për këtë, do të trem me kot. Alo? Kaleb, Blanku sapo erdhi nga Meridian. Me është I bokur, me është I sheshëm. Në rregull, po vi me një herë. Punët e Meridianit më vjen keq. Të kishin ma mërmendja. Po, le të fluturojmë. Wow, me sa duket nuk keni nevojë për ne. Mënyra se si mundet ata ishte për t'u habitur, me të vërtet. Unë për vete nuk pash gjë. Wow, gjuan edhe pa e kuptuar fare. Shumë impresionuese. Po, por kush ishin ata? Çfarë ishin ata? Nga përshkrimi juaj më duken si diçka që nuk mendoja se do ta shihja ndonjëherë në jetë. Asgjësuesit, ushtarët e fuqishëm dhe të patrembur të së keqes. Është një gjë e mirë që arritët t'i asgjësoni madhëria juaj.
Një dolli për notën 10 edhe për shoqet e mira. Faleminderit zonja Vandom, por gjithë punën e bëri Willy. Nuk do të kisha bërë dot pa Metin. Meti? Doja të thoja Patarani, duhet të shkoj në banjë. Po shkoj të freskohem pak gjyshi. Ide e mirë. Hey, Willy, çfarë ke kështu? Këtë pyetje do ta bëja edhe unë ty. Darka është gati, zoti Hagles. Me sa duket kohët e fundit nuk e kohë të rish me mua. Çfarë? Jo, vetëm se kam qenë pak kizën, si thua. Me çfarë? E ke parasysh punë të ndryshme. Përshëndetje, jam Herbert Olsen. Ju jeni mamaja e Willit? Oh, Suzan Vandom. Ju jeni pronari i dyqanit të kafshëve. Jam edhe gjyshi i Metit. Hej, çfarë ishte ajo? Po, Meti përsëri. Është ai djali me të cilën erdhët. Doni të thoni që nuk jeni prezantuar? Mendova se njiheshit kur ai dha Willit brecin e vogël. Meti ka dhënë zotin Hagles? Po, para se të fillonin të dilnin bashkë në takim. Në takim? Mos vallë kam bërë ndonjë gabim? O jo, nuk është kjo, Willy. Vetëm se jam praktikuar pak. Kam bërë prova me grupin. Kjo është e gjitha. Oh! Më fal, kam qenë pak nervoze kohët e fundit. E dashur, më falni se të mërzita. Jo, vetëm se... Willy nuk më ka fshirë kur asgjë para se të vinim në Heatherfield. Ky nuk do të jetë më një problem. Zoti Hagles! Mos mi shpjego mua ka shtëpiake dhe mos më thuaj të qetësohem. Më vjen keq, Hajlin, por restoranti nuk është vend për brejtës. Por kush do të kujdeset për atë? Unë nuk e bëj dot. Babi im është alergjik nga leshi. Por ai ka kaq pak push dhe është shumë i butë dhe i lezetshëm gjithashtu. Në asnjë mënyrë, 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 në asnjë mënyrë. Do t'i telefonoj drejtorisë së higjienës. Mirë. Do ta bëj. Jo. Eja këtu, voglush. Eja, këtu. Mirëmëngjes, Sheqerk. Mëngjesi është pothuajse gati. Babi, ti sot dukesh mirë. Më ka filluar alergjia. Nga poleni pranverës, a? Ai nuk është alergjik nga lulet. Tarani Kuk, çfarë e ke atë në dorë? Ushqim për minj. Ke futur një mi në shtëpinë time? Një mi? Mami, jo. Ushqim për minj është thjesht emër. Të gjithë fëmijët e han këtë. Në të vërtetë ai është një brejtës. Qenë ka i lezetshëm. Në të vërtetë ai duhet të dalë që këtej. Tani. Unë jam kot. Hej, duhet ta kuptosh që asgjë nuk mësohet kaq lehtë. Dhe ti po përmirësohesh. Dhe kjo nga që unë jam një mësues i shkëlqyer. Po, ti të frymëzon shumë. Heronj, a janë asgjësuesit në tregun e Meridianit edhe nuk po bëjnë pazar. Blank, hap një pikë komunikimi me Meridianin. Ndërsa ti me të shkogje Elionën dhe rojtarët. Unë nisa. Nuk jam as pak Të interesuar. lutem, ti je vetmja që nuk e ke mbajtur. Po, është një zakon që e kaloj me radhë. Në rregull, si të doni. Nuk ka për të të shqetësuar fare. Willy, është urgjente. Asgjësuesit po sulmojnë tregun e Gjej Meridianit. Elionën, Hajlinin dhe Irmën. Oh, çfarë jam unë, lajmëtari? Prit, Meti, mere zotin mi.
Atëherë, çfarë ka për panik? Ndalojni të pjeprat! Më duhet të punoj pak me shenjestrat e mia. Mbrojtarët, falë zotit erdhën. Asgjësuesit janë të farkëtuar në zjarë. Unë nuk kam çfarë t'ju bëj. Ndoshta këta djem nuk marrin shumë hekur në dietën e tyre. E shikon? Jo dhe ishtë të fort, janë vetëm të bezdisshëm. Më duket se fola pak shpejt. Zoti Hagles, Cornelia! Nuk ka problem as pak. Erdhët më në fund. Blank nuk ja ka marrë akoma dorën dhëmbit tonga. Fai Blankut që erdhë me vones. Atë rregulloi gabimin. Gjej zotin H. 1.000 për Blankun. Miu nuk është ushqim, është kafshë shtëpiake. Hajë miu dhe unë do të të bëj ty tost. Tost me mi, shumë e shishme. Kush e mban të shtypur butonin e përsëritjes? Nëse nuk e ndërmon të ndihmosh, të paktën hap rrugën. Hajde tani, ti nuk e pse të më mbashi natë mua. Unë jam në tokë çdo ditë. Po, dhe vjen për mbretreshën tënde, jo për mua. Ti doje që unë të vija në Heatherfield dhe tani jam aty. Që rëndësi ka arsyeja? Të kapa! Jo, përsëri. Ti që do më ndihmoje të përshtatesha, a mund të më shpjegosh pse janë kaq të vështira vajzat e tokës? Shoku, janë shkruar libra të tërë për këtë. Met, çfarë bën ti këtu? Nuk e kupton sa e rrezikshme që është? Në rregull e kuptova, duhet të shkoj në shtëpi. Më vjen keq. Ju të gjithë duhet të shkoni në shtëpi. Të paktën Blanku nuk e hangri miun. Gjë e mirë, apo jo? Megjithëse Blanku është ende i uritur, por... Kam një pyetje, nuk mund ta lëm të lirë? Cornelia, mund ta mbash ti? Po, ti dhe miu do jeni një çift shumë i bukur. O dini, nuk është asgjë para Haglesit. Po kërkojnë zetin Hagles, e lash jashtë që të njehej me Napolonin. Mendoj se ata të dy do bëhen shok të Mos ngushtë. më thuaj që ke lënë bashk një macë me 1.000. A ke parë ndonjëherë filma vizat e moshti? Jo, është keq, Napoloni, jo. Po ti e më i madhe. Në rregull. Pra ky është Meridiani. Asgjësuesit kanë sulmuar fermën, farkën dhe tregun. E dini, Po, por si mund t'i ndalojmë ata? dëgjoni, Ndoshta po të kombinonim të gjitha fuqitë tona. Hej, ai është pallati i Elionës. po, unë e pash pare se ta bënin asgjësuesit. Këto sulme nuk janë të rastësishme. Ato janë në një vit të drejtë që të çonte pallati. Asgjësuesit zhduken sa po shkon ti në Meridian dhe kthehen sa po ti largohesh. Nuk është se ata kanë frikë nga ti, thjesht ata nuk ekzistojnë kur ti je aty. Nuk kam për të larguar më kurrë nga Meridiani. Dhe do të shndërrohesh në një të burgosur në mbretërinë tënde? Dhe çfarë mund të bëj unë? Nëse dëshiron që të japësh fund kësaj, qëndro larg Meridianit. Ki besim që shokët e tu do ta mbarojnë Po, këtë dhe punë. ti ke disa orë që je në shkollë. Asgjësuesit mund të jenë duke sulmuar pallatin ndërkohë që ne po flasim tani. Por ju duhet t'i ndaloni. A më bën një nder? A mund ta mbash miun më shkatrues në histori, të lutem? Dhe Eliona, ti je më e zonja se unë. A do të mund ta... Sigurisht, e zonja me duar bosh. Ky është talenti im. Ajo nuk donte të... E di. Vetëm poshtë një asgjësuesit për mua, dakord?
Willy, kjo ishte ideja ime. Mos më thuaj që është shumë e rrezikshme. Të lutem tani. Shumë e ja. rrezikshme. Baba, je mirë? Ata nuk merren fare me ne nëse nuk i dalin përpara. Unë mendoj se kanë për qëllim të rrëzojnë pallatin. Ne e dim. Meti është i lezetshëm. Po, me ti lezetshëm. Blank, ti duhet të më çosh te pallati i Elionës. Asgjësuesit po sulmojnë. Kjo nuk më duket e lezetshme fare. Do të t'jap këtë. Pajisje spionazhi të teknologjisë së lartë nga toka. Mund të dëgjosh nga 50 këmbë larg. Blank, ullu me kujdes. Ullu me kujdes. Po, kush është trimi tani? Au! Met! Prit, mos Më vallu. shove një gjuajtje? Po, kjo shpjegon pse e ndjen ndryshe këtë kohë, mendoj. Prit, ata zgjesuesit që ti qellove nuk u kthyen më. Djema, detyroheni të mblidhen të gjithë në një vend. Pjesën tjetër e bën Willy. Met, nuk e di nëse unë mund ta bëj. Ajo mundet, lëvizni shpejt. Oh, ha ha! Oh! Mendoj se kam mende punë në aftësitë e mia. Pra, ti je dukur gjithë të kohë që të mësosh si të luftosh? Ndjesha shumë pak i dobishëm dhe duhet të ndjesha i rrezikshëm. Tani natyrisht që ndjem budalla. Unë mësoj si të zjem kurse ti bën ato gjuajtje të frikshme. Met, duhet ta kuptosh që ti nuk je i padobishëm. Pastaj, unë nuk po kërkoj dikë që ti jetë i rrezikshëm, sepse më mjafton rreziku i asgjësuesve. Oh jo, ai iku. Ha, po sikur ta kthejun prap. Fat, ai mirë është i tmerrshëm. E po, unë jam mësuar me rrezikun tashmë.